Mirë se erdhët. Sot do të gërmojmë thellë në një teori psikologjike tepër të fuqishme, atë që fshihet pas suksesit të kompanive si Google apo edhe atletëve elitar. Po flasim për një plan shkencor që tregon saktësisht se si qëllimet e duhura mund të bëjnë dallimin mes ëndrave të braktisura dhe arritjeve të themi monumentale. Jeni gati? Le t'ja fillojmë. Le ta nisim me një pyetje që jam i sigurt të gjithja e kemi bërë vetes në një moment. Pse shumica e zotimeve të vitit të ri thjesht shuhen para se të vijë Marsi? Siç do ta shohim së bashku, problemi rrallëherë është mungesa e vullnetit. Jo, më shpesh ka të bëjë me vetë arkitekturën e qëllimit. Pra, le të zbërthejmë pse ndodh kjo. Ja dhe udhërfyesi ynë për sot. Do të nisemi me idenë qendrore, pastaj do të zbërthejmë 5 parimet kyçe të suksesit, do të hedhim një sy pas scenave te psikologjia e gjithë kësaj, do të shohim shembuj konkret nga bota reale dhe në fund do të mësojmë si t'i shmangim kurthet e zakonshme. Në rregull, së pari, le të hedhim themelet. Në thelb, teoria e vendosjes së qëllimeve është një ide që tingëllon mashtruese e thjeshtë, por mos u gaboni. Ndikimi i saj në botën e produktivitetit ka qenë absolutisht revolucionar. Le të kuptojmë pse. Kjo teori u zhvillua nga Edwin Locke dhe Gary Latham dhe ideja qendrore është çuditërisht e qartë. Në vend që të thuash diçka të përgjithshme si bëj më të mirën, teoria thot se performanca rritet në mënyrë dramatike kur qëllimet janë specifike dhe mjaftueshëm të vështira sa për të na shtyrë përpara. Është pak a shumë ndryshimi mes të lundrosh pa busull dhe të ndjekësh një yll polar të ndritshëm e të qartë. Dhe ja ku është pika kyçe. Kjo nuk është thjesht një ide bukur apo një opinion personal. Jo, është një parim i mbështetur nga qindra studime të kryera përgjatë dekadave në mjedise nga më të ndryshmet, nga laboratorët e deri te korporatat gjigante. Me pak fjalë, është një nga konceptet më të forta që kemi kur vjen puna te motivimi njerëzor. Mirë, tani që e kemi të qartë idenë bazë, le të kalojmë te pjesa praktike, sepse nuk mjafton thjesht të kesh një qëllim, apo jo. Duhet ta ndërtosh atë siç duhet. Locke dhe Latham identifikuan 5 parime thelbësore që funksionojnë si çelësa për të zhbllokuar potencialin e plot të çdo qëllimi. Ja ku I kemi 5 shtyllat. E para, qartësia. Duhet të dimë saktësisht se ku po shkojmë. Pastaj vjen sfida, sepse na duhet diçka që na nxjerr nga zona e rahatisë dhe na mobilizon energjitë. Së treti, angazhimi. Duhet besojmë vërtet në atë qëllim, të jemi të përkushtuar. Së katërti, feedbacku. Na duhet një mënyrë për të matur progresin, për të ditur nëse jemi ende në rrugën e duhur. Dhe së fundi, duhet të marrim parasysh kompleksitetin e detyrës. Qëllimet për detyra më komplekse kërkojnë më shumë strategji dhe planifikim. Le të shohim disa prej tyre më nga afër. Le të marrim parimin e parë, qartësinë. Ai ilustrohet në mënyrë perfekte nga një studim klasik. Shoferëve të kamioneve nuk ju tha thjesht bëni më të mirën, por ju dha një qëllim super specifik. Ngarkoni kamionët në 94% të kapacitetit. Ky ndryshim I vogël në dukje eliminoi çdo hamendësim dhe çoi në një rritje masive të produktivitetit. Kjo tregon se specifikimi nuk është thjesht një detaj vogël, por është motori I performancës. Tani, çelësi I dytë, sfida, siç e tregojnë qartë studimet. Ekziston një lidhje drejt për drejt. Sa më të vështira të jenë qëllimet, aq më e lartë është performanca. Sigurisht, ka një kufi. Një qëllim që duket absolutisht I pamundur mund të na demotivojë, por mësimi kryesor është ky. Shpesh ne e nënvlerësojmë veten. Rritja e vërtetë ndodh pikërisht aty, jashtë zonës sonë të rehatisë. Mirë, deri tani pam se çfarë bën një qëllim efektiv. Por pyetja tani bëhet pak më e thellë. Pse funksionojnë ato? Çfarë ndodh brenda nesh që e transformon një qëllim të mirë strukturuar në një motor kaq të fuqishëm motivimi? Mendojeni kështu, një qëllim I mirë funksionon si një trajner personal I brendshëm, duke ndikuar në 4 mënyra kryesore. Ai na drejton vëmendjen, na jep energji për të punuar më fort, na ndihmon të këmbgulim kur përballemi me vështirësi dhe madje na shtyn të gjejmë mënyra më të zgjuara për të bërë punën. Këto nuk janë thjesht ndjenja të paqarta, por procese mendore që mund të vëzhgohen. Le të ndalemi vetëm një moment te funksioni I parë, ai drejtues.
Imagjinoni vëmendjen tonë si një projektor, pa një qëllim të qartë, drita e tij është e shpërndar, e dobët, por një qëllim specifik dhe sfidues e kthen atë dritë në një rrezet të fuqishme lazeri, duke ndriçuar saktësisht se ku duhet të fokusohemi dhe duke i lënë në errësirë të gjitha shpërqendrimet. Deri tani kemi folur për teorinë, por si përkthehet e gjithë kjo në praktik? Le të shohim se si gjigantët e teknologjisë dhe korporatat globale e përdorin këtë psikologji për të menaxhuar mira punonjës dhe për të nxitur inovacionin në një shkallë masive. Dy sisteme shumë të famshme që burojnë nga kjo teori janë MBO dhe OKR. OKR-t, të cilat u bën të famshme nga Google, janë veçanërisht interesante. Për shembull, një ekip mund të ketë një objektiv ambicios si të krijojmë aplikacionin më të lehtë në përdorim për ndarjen e fotove. Rezultatet kyçe, pra matësit e suksesit, nuk do të ishin diçka e vagullt si të përfundojmë aplikacionin, por diçka shumë specifike si të arrijmë një vlerësim 4.8 yje në App Store ose të ulim kohën e ngërkimit të fotos me 30%. Këto janë të matshme dhe tregojnë nëse po i afrohemi objektivit apo jo. Ky citim nga filozofia e Google është mishërimi perfekt i parimit të sfidës. Ata e kanë ndërtuar të gjithë kulturën e tyre rreth idesë se dështimi për të arritur një qëllim tepër ambicioz është shumë më i vlefshëm se sa arritja e lehtë e një qëllimi mediokër. Dhe kjo është ajo që inkurajon marrjen e rreziqeve dhe nxit inovacionin që i mban ata në maj. Vendosja e qëllimeve është jashtëzakonisht e fuqishme, por nuk është një shkop magjik. Ka disa kurthe shumë të zakonshme ku edhe qëllimet më të mira mund të ngecin dhe të dështojnë. Le të shqyrtojmë se cilat janë këto kurthe dhe, më e rëndësishmja, si t'i shmangim. Kjo është ndoshta gabimi numër 1. Të kesh 15 prioritete në telp do të thotë të mos kesh asnjë prioritet. Kur fokusi shpërndahet në shumë me shumë qëllime, energjia dhe vëmendja hollohen aq shumë sa bëhet pothuajse e pamundur të arrish sukses të vërtet në ndonjë prej tyre. Zgjidhja, disiplina për të përqendruar në ato pak gjëra që kanë vërtet rëndësi. Këtu pika vendimtare është kultura, qoftë në një organizat apo edhe për veten. Për të inkurajuar qëllime ambicioze, duhet të krijohet një mjedis i sigurisë psikologjike, ku njerëzit ndihen të lirë të rrezikojnë pa frikë, sepse kur dështimi ndëshkohet, instinkti njerëzor është të luash në mbrojtje, të vendosësh qëllime të lehta, e kjo praktikisht e vret inovacionin që kjo teori synon të nxjisë. Dhe kjo është ana e errët e fuqisë së qëllimeve. Kur presioni për të arritur një objektiv bëhet i vetmi fokus, pa një kornizë të fortë etike, njerëzit mund të fillojnë të justifikojnë veprime të papranueshme. Skandali Wells Fargo, ku punonjësit hapën miliona llogari fiktive vetëm për të përmbushur kuotat agresive të shitjeve, shërben si një kujtesë e zymt se qëllimet duhet të balancohen gjithmonë me vlera të qarta. Bukuria e këtij sistemi është se ai krijon një cikël pozitiv vetë përforcues. Arritja e një qëllimi sfidues nuk sjell vetëm shpërblime nga jashtë, ajo ndërton besimin ton të brendshëm, atë që quhet vetë efikasitet. Dhe ky besim i rritur na bën më të gatshëm dhe më të angazhuar për të pranuar sfida edhe më të mëdha në të ardhmen, duke krijuar kështu një spirale suksesi që vazhdon të ngjitet lart. Pra, le ti përmbledhim shpejt edhe një herë 5 çelësat. Kemi qartësinë për të ditur saktësisht se ku po shkojmë, sfida për të na motivuar që të japim maksimumin, angazhimi, sepse duhet ta duam atë qëllim për ta ndjekur deri në fund, feedbacku për të rregulluar kursin gjatë rrugës, dhe së fundi përshtatja për kompleksitetin e detyrës, duke i dhënë vetes kohë për të mësuar dhe strategjizuar. Kur këta 5 element punojnë së bashku, ato zhbllokojnë fuqinë e vërtet të qëllimeve tona. Në fund të fundit, e gjithë kjo teori na lë me një pyetje thellësisht personale. Qëllimet që vendosim, apo ato që nuk vendosim, formojnë drejtimin e jetës sonë, si profesionalisht, ashtu edhe personalisht. Ato përcaktojnë se ku e përqendrojmë energjinë, kohën dhe talentin ton. Prandaj, ndërsa mbyllim, vlen të reflektojmë. Cilat janë qëllimet që po drejtojnë jetën tonë tani? Dhe apo na çojnë ato atje ku vërtet dëshirojmë të shkojmë?